të datës 20 tetor 2025, ashtu dhe si që jemi njohur nëpërmjet rendi ditës, firmaja në radhë, Pyetja nr. 1, mirëtimi për të globalin të mbjelljes së muajit shtator 2025, mirëtimi i rendit të ditës së mbjelljes, projekt vendim për mirëtimin e familjave afikuese që përfitojnë nga programi Blok Ndihmës Ekonomike deri në 6% nga fondi i shtuar dhe nga buxheti i Bashkisë Kaval për muajin shtator 2025, projekt vendim nr. 4 për ndryshimin e vendimit Këshillit Bashkiak numër 68 datë 23/12/2024 për mirëtimin e buxhetit vjetor 2025 për ndryshimin e numrit të përgjithshëm punonjës dhe të tjerë. Projekt vendimi nr. 5 për mirëtimin e marrëveshjes së krijimit të personit juridik si subjekt i kompetencave të përgjithshme bizneseve të vetërisë vendore të Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë për rritjen e kapaciteteve të qeverisë vendore, Akademia e Trajnimit të njësive të vetërisë vendore të Shqipërisë. Projekt vendimi nr. 6 vendim për mirëtimin e dhënies së ndihmës financiare të zotit Selemina Lullit, projekt vendim nr. 7 vendim për projektin e fondit për shtesë kapital të Futboll Klub SHA, projekt vendim nr. 8 vendim për mirëtimin e dhënies dhe zhvillimit të pronës me numër pasuri 117 të lloj pa bashkëpunim me subjekt zhvillues privat. Projekt vendim nr. 9 vendim për mirëtimin e dhënies financiare të pasurisë numër 94/20, volumi 15, faqe 38, lloj pasurisë pa frut me sipërfaqe 4524 m2, e ndodhur në zonën kadastrale 2099 Karta, njësi administrative Golem, pasuri regjistruar në Ashk në porosi të Bashkisë Kaval. Pika nr. 10, të ndryshme. Kush është dakord me rendin e ditës? Okej, mirë. Për pikën nr. 1, për mbjelljen e muajit shtator, besoj se jemi të dakord. Ka vota hedhur dhe këtë votim. Kush është dakord? Okej, mirë. Projekt vendimi nr. 8 për mirëtimin e familjave afikuese që përfitojnë nga programi i Blok Ndihmës Ekonomike deri në 6% nga fondi kushtetuar dhe nga buxheti i Bashkisë Kaval për muajin shtator 2025. Mendoj se edhe këtu ka një për të diskutuar, edhe votim. Kush është për? Kundër? Absteniem? Nuk ka, mirëtohet. Projekt vendim nr. 4 vendim për ndryshimin e vendimit Këshillit Bashkiak numër 68 në datë 23/12/2024 për mirëtimin e buxhetit vjetor. Projekt buxheti në afatmesëm për projekt buxhet në afatmesëm 2025-2027 për ndryshimin e numrit të përgjithshëm të punonjësve. Kjo është për ndryshimin e përgjithshëm të punonjësve. Ashtu dhe si që jeni me relacionet, po fjallë për ju abili? Duhet që si grupi mori në një përgjithë. Do të kalejtë në lidhën e ekonomike në tjera nuk do me nesh unë dhe nejnë të nga gërë. Dhe se ekonomine që jeni, tjera e jeni. Ne jemi në demokraci, vendimi është juris, është joni. Po ne për tjërë të qytetet e qytetarëve, ne duhet të rinë këtu korrekt dhe në momentin që kemi mandatin. Dhe shkaj e vendime politike që të zhëllë është edhe politikisht, po... Grupi vendosi që nuk të marrë pjesë në dezë. Në gjithë ata, duke parë të shumë. E Florin thash, jo në mundi gjënë për një manera më gjithë. Si që bëra dhe me barët dy. Numri është, besoj është më shumë sa. Patjetër. Këto është punë që edhe qytetarët të dinë sepse ne që jemi për një të drejtë që na kanë besuar dhe... Pa diskutim kemi diskutuar gjene që atë bashkë, qytetarët të dinë, por nuk mund bëhemi... Debati politik është parlamenti qytetit, pa ne jemi të zgjedhur te. Hajde urdhëroni keni vendet e juaja të diskutojmë në qoftë se nuk keni për diskutuar. Po them edhe 2 pika, Jemi demokraci, jetë të votë, miratohet. Kemi thënë për 2 pika, në vene që kaloj e shanuar, ju e kemi fu prapë. A dhe? Ajta diskutojmë për sëri. Po kjo është tali më ne. Shumë që ju dhe se keni të votët, mund të... Atërë është të drejti ju të kërgonë. Atërë ledhje vazhdojnë.
Atëherë për sa i përket numrit punonjës, relacionet e keni sjellur drejtoria përkatëse. Kush është drejtoria përkatëse? Do ashtu drejtori për numrin e punonjësve? Po, për ju, zoti Male, sipas Në vendim parashikuar drejtorinë e qerdhëve do të flasi vetë personi drejtoresha e qerdhëve, ndërsa pra ato shtesat e tjera posa saj që ka drejtoria e qerdhëve janë parë të arsyeshme të disa shtesa, siç është drejtoria e shërbimit, një IT dhe një jurist. Një IT është i domosdoshëm sepse në problem zhvillimit të software për tatim taksat dhe zhvillimin e rrjetit të vendimit bashkinë e Kavajës dhe janë parashikuar nga kryetaret e këto në shtesë të organizimit të strukturës. Nësa për qendrët të klasi ndërlohet qendrë. po, zëri. Nderuar kryetar, nderuar nën-kryetar, sekretari i Këshillit, nderuar nën-kryetari i Bashkisë, sekretari i përgjithshëm i Bashkisë antar të tjerë të Këshillit të Bashkia Kavaj, në cilësinë e drejtoreshës së qerdhëve dhe shkollës qendrës zyrtare të fëmijëve me aftësi të kufizuar, ju prezantoj propozimin si më poshtë. Në kuadër të përmirësimit të shërbimeve të kujdesit të edukimit për fëmijët e moshës 0-3 vjeç, si dhe të mbështetjes së fëmijëve me aftësi të kufizuar, ne si drejtori kemi kryer një analizë të gjendjes aktuale të institucioneve përkatëse në territorin e Bashkisë Kavaj. Nga kjo analizë është konstatuar se shërbja numër 1 Kavaj po përballet me një mbi ngarkesë të ndeshme të numrit të fëmijëve, përtej kapacitetit fizik dhe stafit ekzistues. Ndërkohë që çerdja e golemit dhe çerdja e luzit të vogël, megjithëse janë konceptuar dhe ndërtuar brenda godinave të kopshteve përkatëse, nuk funksionojnë aktualisht për shkak të mungesës së stafit, ndonëse se kanë tashmë të ekzistuar dhe janë plotësisht për të filluar veprimtari përkatëse. Atëherë, për të përmbushur nevojat e komunitetit dhe për të letësuar ngarkesën e çerdhës numër 1, propozohet hapja e çerdhës numër 2, e cila do të krijohet duke realizuar një ndarje të stafit dhe fëmijëve të çerdhës numër 1 dhe godina e çerdhës numër 2. Kjo godinë ndodhet në territorin e qytetit të Kavajës me një objekt ekzistues të përshtatshëm për këtë qëllim. Objekt i cili ka funksionuar disa vite më parë si çerdha e qytetit, adresa përkatëse është çerdhja pranë pallateve para fabrikate. Kjo çerdhë e ri do të ketë kapacitet pritës për fëmijët e lagjeve 3, 4, 5 dhe 6 të qytetit, duke siguruar kushte të përshtatshme mësimore dhe zhvillimore sipas standardeve kombëtare. Për këtë arsye një nevoja e shtesës së personelit në këtë çerdhe. Përkatësisht, për të siguruar funksionimin e rregullt të çerdhës së ri, kërkohet shtesa 7 punonjësve të rinj si më poshtë vijë. Për çerdhën numër 2 Kavaj, një kuzhinier, një ndihmës kuzhinier, një sanitare dhe një roje. Ndërkohë që pjesa tjetër me përgjegjësit e kujdesarit të butit është e gatshme pasi funksionon në çerdhën numër 1. Për çerdhën e golemit nevojitet vetëm 2 kujdestar për çerdhën dhe 1 kujdestare për çerdhën e luzit të vogël. Kjo për arsye sepse stafi përbërës tjetër si kuzhinier dhe ndihmës kuzhinier janë përkatësisht në çerdhët përkatëse të kopshteve në të njëjtën godinë. Gjithashtu, drejtoria e qerdhës ka bërë edhe një analizë në qendrën ditore të fëmijëve me aftësi të kufizuar dhe për të përmirësuar cilësinë e shërbimeve që ofrohen në qendrën ditore për fëmijët me aftësi të kufizuar, kërkon shtesa 2 specialistëve profesional. Posaçërisht një psikolog për ndjekjen dhe mbështetjen emocionale, zhvillimore dhe sociale të fëmijëve dhe familjeve të tyre dhe një logopede për trajtimin dhe zhvillimin e aftësive të komunikimit gjuhësor të fogël. Bazuar në analizën e mësipër, drejtoria e qerdhës dhe qendrës ditore për fëmijët me aftësi të kufizuar propozon Këshillit Bashkiak të miratojnë hapjen e qerdhës numër 2 në territorin e Bashkisë Kavaj, shtesën e 7 punonjësve të rinj për çerdhet Kavaj, Golem dhe Luzi Vogël, si dhe shtesën e 2 specialistëve, psikolog dhe logoped për qendrën ditore të fëmijëve me aftësi të kufizuar. Sa është numri total i drejtorisë për këtë? 9. Atëherë kërkesa tuaj është për 8 duhet. Ku janë të tjera? Një IT, një drejtor, një tek shërbime, është një rojtë me kopshtë të tjera, bahat kopshtë të tjera, është një jurist edhe të shërbime dhe janë ato.
Psikologja është e përbashkët për gjithë pjesën e qytetit? Jo, psikologja është vetëm për qendrën mjedisore në Aksum. Se nga profesioni që unë bëj, këtë se kemi shumë fëmijë në fakt që kanë shumë probleme, qoftë shëndetësore, po shoqërore dhe me ato psikologjike, qoftë edhe jetesa e vështirë për familje të ndryshme, është shumë e nevojshme që psikologët të jenë paktën prezent. Edhe në çerdhet është parashikuar që nuk kemi një ndryshim të stafit dhe normalisht duhen psikologët zhvillime për mirëqenien dhe zhvillimin e fëmijëve të 13 vjeç, por besoj që do bëhet në një hap më tepër, pasi të hapur çerdhja numër 2. Për sa i përket këtyre punonjësve shtesë që po flitet janë mbështetës, tek ndihmës edukatore, etc. Nuk i kemi një gjendje për momentin në përgjithësi që janë pak si do të tjera, që do shpërngume në momentin, sepse... Për çerdhen numër 1 dhe numër 2, stafi i brendshëm është në rregull, pasi çerdhja numër 2 është mbyll nga çerdhja numër 1 është mbyll nga pjesë dhe aty funksionojnë të dyja çerdhet në një godinë të vetme. Dhe ideja është vetëm bëhet një ndarje e godinave. Po duke qenë se godinave do të ketë nevojë për buzhinierë dhe largje, nuk do të fiksohet si një person për vetë asaj që dalë me një gjithë lagje dhe dalë me një çerdhje në bashkë. Unë kam vizituar gjitha ambientet e çerdhës dhe është një ngarkesë totale për një grup në një dhomë aq të vogël që të kalon numri normal që duhet të kenë për një shesë mund të ngjitse pastaj për çerdhën gjithë në gjimnazin. Po, është për një kulturë, që ka qenë funksionale. Duhet hapë. Shumë e domosdoshme. Duhet mos e domosdoshme. Fjala për ju. Unë sem të hapin. Zojnë Mori e Mberu, ishte doj për punën e kopshtit për këto shtesët e punojëve që është domosdoshme për qerë, faktë. Por çerdhen janë mëse qartë, mëse të hapur. Unë jam dakord për shtimin e punonjësve, sepse janë hapur 2 kopshte me drejt dhe akoma nuk funksionojnë. Pra, mund të marrë një buzhinier poshtë atje dhe unë të vendosim aty ku duhet. Por këtë unë nuk jam dakord. As kopshti Luzit nuk ka filluar që ne apo një për çerdhen. Po mirë të marrë duhet. Që si që në vetë? Po sepse në një godinë, me reqe janë një godinë, dhe u bërë rutinë kjo të ashtë çdo ditë, sa heqën ne miratojnë këtu, po është të ke qenë që ka 2 vjeç është hapur, akoma nuk është shkyrë me. Është shkyrë nuk shqip? Kush ma të një bërgjë? Po një tani gjë pregatur të hapën kopshtet e tij. Zonë. Të një të dhe? Gjithë kohën ti e kundërshtarja që preja ke kopshtet. Po jam kundërshtarja sepse ja di mirë. Po të shkoj Me reqe. Atëre, para mua nuk pa mbyllot, pa punonjës nuk të marrë dhe të më, mua nuk pa mbyllot as kush, e drejtën timër. Me dhe të njëse ka të 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 gjënë të Nuk pa mbyllot as kush për gjë që unë e di është e drejtë. Por këtë harru jetë. Ti e dhe si tile në më Me konvencioni që ta drejtoresha ishte pikë kundërshtim me tatën. Tot nuk hapën sepse i s'ka punonjës. Ja, ku ke edhe gjoja. Kush? Ja, ku e lezoj zonja. Pse për personimin ku hapën ishëm, a më të lave. Po më stasin që të pati të zumë. Po, atëherë, bëhet fjalë për çerdhën. E di shumë mirë. Është mëse domosdoshme dhe duhet hapë. Nuk ka nevojë për staf personel. E lexova. Apo mbajtje kujdesin ndaj fëmijëve, por ka për pjesën ndihmëse, që janë buzhinier, ndihmës buzhinier. Po nuk, atëherë përderisa është në një godinë, nuk mund ta ndajmë një person dhe ta sillim gjysmë këte. Atëherë si ndo? Atëherë do kërkosh shtesë personeli që do të një buzhinier. Jam shumë e qartë në atë që më shkruar dhe po thoni jo. Unë i kisha në këndvështrim tjetër që po e mbrojmë punonjës në, domethënë, pa qenë punë. Pra, kopshtet e Qeçit po thamë, që është hapur me ushqim, kemi 2 vjeç që kemi miratuar, dhe ndërkohë atje paguhet buzhinier, ndihmës buzhinier dhe nuk është hapur. Është hapur tani. Fillon tash do të sqarojë fillon tani. Si? Do filloj shumë shpejt. Po pra, shumë shpejt. Me informacionin da partisë. Mirë, dakor, po kemi 2 vjeç që kemi miratuar. Dhe ato punojnë sa të paguhen, ta thamë. Nëse kjo është Nëse kjo të thamë. Pra, ai buzhinieri atje derisa të hapet, mund ta loj këtu. E kemi mbi vendosur gjën pa pikutime. Ndërtojmë të gjaton një gjë të bukur për kopshtë për fëmijët. Kërkojmë të hapet një
zyren, përpojnë të hapet me mirate të ua shumë. Pjesa që po bëhen Por të komplezare, dhe do të agrejt pjesa pinto. Okej, shumë mirë. Okej. Është drejtate sepse edhe profesionistë. Në patjetër pra. Okej, Por këtë nuk kam ju do bojnë Absolutisht asë. Ka themi shumë mirë. As nuk lejo të kush fare drejtë me thotë nuk ka. Absolutisht pra thash. Sa jemi këtu të mbajmë një mend fëmijërës të mirë, që po bëjmë diçka për ty qytetin, për fëmijët e tanë. Është e ardhme. Nuk shoh një dalë të kukullash. Nuk shoh një grup cirku që të naqen fëmijët. Vetëm bile ndos kuadro dhe ndos aty. Qoka politike. Hezituta. Hezituta në fëmijë. Sallët, okej, shikon, një sekond. Mos më zgjidh. Vim të dy nga arsim. Si ti sjell. Patjetër, edhe më mirë. Patjetër. Edhe më mirë, do të thënë shumë bukur. Sallët e koncerteve, kinamaja, qendër kulturore fëmijëve, pallati Mustafa Krandja, jetë funksionar. Dhe kërkush këtu, në këta mërë, dhe kërkush këtu nuk ka mund kërkuj derë, si ky kryetar, si ish kryetar, si ish kryetar të gjithë kryetarë që kanë qenë, kanë lo maksimum që është kopsë dhe qenë. Mos më vërë dojë që si thash. Ka mbaroj pra, kërkush nuk pra askush, dhe më thonë se i ka qenë gjithë qytetarë mirë, dhe i respektojnë maksimum. Që rëndësie ka që pozicioni ka qenë majtë dhe nuk ka një dhe, që ja kanë hapërë një të dhe. Pra, përse përket aktivitetet e po flasin. Po. Bravo. Ta shti ke pjesa e personelit. Ne e parë punë shqyqy që ky qytet, po ka nevoj që ka fëmi që mbi ngarkohet. Shqyqy që po e ka këte ritëm. Se na përqen kjo që sepse këtu po ikim, ka daleve që po ikin gjithë. Nuk po ikin gjithë. Ja, qyteti është. Po shqyqy që janë edhe ato që ikin, po kanë punë të vetë. Hati të i kërëm kushtet më të mira dhe këto vinë ty. Gjithë tyre nxënës dhe fëmijëve që janë mbi ngarku. Dhe ne këte po për. Janë shumë. Dakor për. Tashti, nuk filloj të moment, do filloj 2 javë, 3 javë, do filloj një muaj mrapa. Normal që do merren dhe masa dhe po merren masa. Diku, ai që ka fitu tendrin e, po theme, gazit, nuk është bërë gati për të vënë një pompër. Diku, ky tjetri ushqimi do bëhet tendri i ri. Pra, ne ta bëj personelit, ta kemi gati dhe pastaj fillim. Pashti ti thut, bomi gati, pastaj vjen personelit. Nuk i kushton gjë bashkisë ka vajzë, më thonë që të vendosi njerëz dhe ti thush që këto nuk vinë dhe nuk paguhen janë kurriz. Këto tash janë planifikuar. Këto ndarje që po bëhen, ti po i miratosi ndarje, por nuk po i miratosi fillim se s'ka filluar. Unë po them që këto do fillojnë. Dhe por të garantoj. Aty ke kofshi ku që thu mbrapa aty ke ish qeçi. Mirë, është bëj gjithçka gati. Përveç një bombe që do vehet sot ose nesër. Dhe aty merr trend punë për të filluar, pat një problem një herë. Ne u morëm gati 2 muaj me një bllokim total të ujërave të bardhë dhe nxehtë, e zgjidhëm atë. Bashkëpunim edhe me Ministrinë e Sigurisë, kena pas ndihmën atyre, edhe ndihmën bashkisë, dhe do marrë formën e vet. Kështu që ajo gjë që thu, domethënë, do realizohet 100%. Do marrin formë gjithë gjërat siç janë parashikuar në letër, siç janë parashikuar dhe në terren. Tashti unë po them edhe ta përmbyll prapë dhe nuk do të pim përsëritje, po shqyqy që po kemi njerëz dhe fëmijë që po shtohet në mëngjes. Të shërbejnë maksimum pra jetë. Maksimum di shërbejnë. Jo ka rishur situatë, shkollat janë bërë më të mirë, kopset janë bërë më të mirë, qellat janë bërë më të mirë. Tashti të kanë ndryshuar situatë, nuk po vun njëri as për tashti edhe për grofi, edhe për ftofi, edhe për tashti kushtet pothuajse në 80% të ambienteve të Bashkisë Madhe Kavaj i kanë më të mira se që kanë pasur. Dhe ne jemi koshent për të. Ndikoj interneti patjetër, ndikojnë investimet e gjitha, kështu që unë them që paktën këtë lloj linje që vit nga ajo linje domethënë, është më shumë se është më mirë se çka qenë. Kështu e gjykoj. Tashti. Ka një tjetër për diskutu? Edhe motiv, kush është dakord? Abstenim? Mirator? Projekt vendim për marrëveshjen e krijimit të personit juridik si subjekt i kompetencave të përbashkëta midis njësive të qeverisë vendore dhe Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë për rritjen e kapacitetit të qeverisë vendore, Akademia e Trajnimit të Njësive që dhe qeverisë vendore të Shqipërisë. Po, gjë juridike është? Nuk është një gjë. Sipas bashkive kanë miratuar dhe shumë bashki të tjera të Shqipërisë. Projekt i komunit, nuk ka lidhje me ne.
Edhe një do mendimin e këshillit. Kush është dakord? Okej, pro. Miratorës, abstenim, kundër, më falë, abstenim. Ishin gjë dakord shumë gjë. Projekt vendim për dhënien e ndihmës financiare për zotin Selami Halluti. Edhe këtë e keni si relacion me zjashtu. Ka një për diskutu? Që pikë ishte? Është edhe votim, ka një për diskutu? Edhe votim, kush është dakord? Për dhënien e ndihmës ekonomike. Faqe financiar për zotin Selami Halluti. Ka një problem shumë të rëndë familjar. Abstenim, kundër, terminatorë. Projekt vendim për mirëtimin e fondit shtesë të kapitalit për cyklo kujtesa të shërbimit. Tash ashtu edhe siç e morëm në shqyrtim mbledhjen e kaluar, edhe I thash si dënjeve për kaset korrigjojnë ato nga që ishin ato jo defekte ligjore, po nga në sistemimit. Fjallë për ju zotë Berati? Për pjesën totale juridike, domethënë për vendimin se çdo gjë është sistemu, pas ligjit aktual të fuqi. Për pjesën financiare është marrë nga programi I rregimit të administrimit dhe planifikimit fondit total, ku në shkurt e kemi kaluar buxhetin, tem parashikimeve, ku rreth 30 milionë euro parashikimi I buxhetit është shkuar për pjesën e detyrimeve rreth 2 miliardë, ku kemi pjesën e forcës total të bashkisë së SHE-ja dhe pjesën e detyrimeve shpenzive operative. Në fond total e SHE-s, pjesën që kemi grup pune për pjesën e gjithë borxheve, pjesa mbetur është parashikuar për pjesën e ndihmës financiare si sistem kapital për kemi besa për hapjen e akademisë, për padësh inventorë, për totalin shpenzive operative të tij. Pas për pjesën totale të vetë klubit menaxhim, mund të asë vetë drejtorit që ka program. Gjithsesi kemi mbështetur. Tash kjo si vlerë është sepse në bazë të nevojave që do kesh shërbime auxiliare, do vlerësohet nga ana juaj apo relacion të tij mund të bashkëngjitet me real të çdo afari që jemi për gjithë pjesë. Si do procedohet në ta, ose kemi marrëveshje bashkëpunimi, do marrëveshje bashkëpunimi si performancës dhe aktualitetin e ekipit do bëhet fondet e ekipit do është një fond ka qenë parashikim për të duar. Ishte buxheti parashikim, ai diskutohet në varësi dokumentacion ligjor, kështu është. Kjo është për sa i përket anës financiare. Kush e vendos si përgjithësim ekipit? Për si performancë, kush e vendos? Është bordi I mbikëqyrës, janë dy aksionerë, cilët përfaqësojnë rezultate sportive, infrastrukturës, administrative dhe financiare, do jetë menaxhimi I gjerëzacion. Po, kush do e vendosi si përgjithësim ekipit? Kush e vendos? Okej. Bazë rezultate janë zero bordi I cili ka ekipin, ku janë aksionerë. Rezultatet vendosin fillim mund të kesh ide ose synim për ty Super League, mund të kesh synim për një kategori. Ai thotë kam synim për një kategori dhe jam rregull. Objektivi për ne vetëm. Objektivi në të fund kush vetëm sportiv. Objektivi është administrativ, infrastrukturor, edhe pjesa totale e menaxhimit si klub. Sepse ne kemi shkruar është viti I parë dhe I dytë që kemi shkruar gjithë detyrimin dhe jemi për të shmbar detyrimet vjetra. Po jo vetëm nuk kom mos pi kuptonin. Jam dashamirës që buxheti I sportit të jetë 2 fish dhe 3 fish. Thjesht më I di që kur di situatën, dim ne që përgjigjet japim apo sepse unë dhe miri kemi qenë këtu që për sportin kemi bërë luftë të mori buxhet, edhe ta shtyp. Por me ditë çysh është kjo performancë, ky buxhet çysh do vazhdojë, por pse kisha këtë? Pas miratimit të fondit, që do jetë parashikimi për pjesën e buxhetit, do jetë një grup pune ose dhe bordi vetë mbikëqyrës I ekipit vetë, I cili do bëjë lëvrimin e fondeve në marrëveshje me 2 aksionerë, që janë kryetari I bashkisë me aksionet e vetë dhe presidenti I klubit. Po. Kjo do jetë pjesa e ekzekutivit. Pas parashikimit të fondit në buxhet. Okej. Në mënyrë kjo është propozim. Nga ana futbollistike dhe më shumë detaje edhe drejtori I sportit për menaxhim. Për ju zonë ju, po nëse në pjesën financiare buxhetore erdhi preku, për sa I përket kësaj shtesë kapitali, kjo është domosdoshme për disa arsye. Njëra është formulimin e shpenzimeve operative për përmirësimin e kushtet të trajnimit, për mirëmbajtjen e terreneve dhe sportive, dhe normalisht edhe për mbështetjen e grup moshave, domethënë në këtë ekipit Besa që kemi rezultate më të mira. Normalisht ekipi po momentin do të shkojë ekipi duhet jetë, do të jemi të përshëndetur që pa buxhet është e vështirë të ecë përpara. Mendoj që kjo nëse ky projekt vendim do të ndalon dhe do të jepë një dorë të mirë ekipit që të ecë edhe me rezultate.
Dhe kjo do të thonë është arsyeja edhe pse ne kemi se të relacion që na shpërcjellën nga aksioneri i klubit të organizacionit. Këto janë pikat kryesore. Normalisht këto fonde do të përdoren për mbështetje infrastrukturore, për pajisje materiale sportive, mirëmbajtjen e aneksit sportiv Besa. Edhe është e domosdoshme që aneksi sportiv Besa ta ketë edhe si një vend derisa të mësoj ku luan edhe ndeshjet e ekipit tonë, sepse për momentin e jemi në vizje, do të bëhet kur të mundemi. Dhe ky fond besoj shumë i nevojshëm dhe domosdoshëm në këtë aspekt. Çka do ta motivon edhe më shumë ekipin ose kulturën të sigurisht brenda. Edhe për që do tribunat anësore. Po, normal të gjithë elementet që ndriçimin, kullat për kameramanët, tribunat gjithë. Sa rëndësishme që ekipit luajnë brenda, domethënë unë Dori, Genci që ka qenë e din shumë mirë dhe është momenti ta ndihmojmë sepse duhet të ndihmojmë. Pavarësisht se ekipi ndodhet që rëndësie ka ndodhur Liverpoolit edhe të tjerë ekipe më të mëdha që ne. Ajo është përkohësisht, por nuk ka lidhje gjendja e ekipit aktual me këtë lloj, pra ti mos i përzin. Jo, ne po flasim për ecurinë e ekipit, ne po flasim për gjendjen që ka ekipi. Unë jam do të çesh dakord. Sepse duke ditë që qenë brendësi se çfarë no, e rëndësishme që do kalojnë aty buxheti i shat, në fund janë të dyja, edhe shat, do jenë bashkë, në fund të lëvizin nacional pa njëri tjetër. A ka mundësi ta shtojmë? Po që për sportin ka mundësi ta shtojmë, nuk ka si herës ne për sportin nuk kemi qenë të gjallë. Thjesht mund bëni pyetje me ditë si do menaxhohet ose si do jetë situata. Pjesa menaxheriale si është të bëhet deri normalisht. Jo, e kuptoj, bazën për performancë. që janë qartë. Për rrugë ka punë. Mashi klub sport. Po, çdo biznesë, Genci jeni fushës futbollit. Po, domethënë Kishte ndonjë sugjerim plus? unë ato që dosha, ato dy pengjet që kisha domethënë një prej Dorit dhe erdhi unë pyeta Gentin domethënë jam i qartë. Për mua janë të thash unë jam i çikës më brendësi, po edhe pak e. Në qësë të kemi mësimi i shtutë, ishte akoma më mirë qësë të Duke qenë së është akademia në mes, domethënë që është i fryt shumë mirë për qytetin. Po bën shërbime për të mirë për infrastrukturë. Për mirë edhe për shanë, edhe për detyrime financiare, për misionin edhe më mirë. Se çfarë është bërë për fushën, unë e di shumë mirë, sepse jam edhe leja ndërtimit e stadiumit. Do janë domethënë gjona që janë gjona të nevojshme për ato që ne duam. Fusha vjetër, pra ish fusha vjetër, fusha re, thonë ekip. Ka shumë gjona, grup moshë, akademia për të marrë që hapë. Po. Okej. E kemi fol edhe me kryetarin të mbledhjet. Jo. Po se ka bëhe për momentin vetëm futboll ka. Gjela duhet hapën është gjithë, dakor që duhet hapën. Ne pretendojmë që vitin tjetër ta bëjmë një pallat sport. Ne jemi në organizimin për një bashki të Turqisë në Konja. Është komunikuar vazhdimisht për përmirësimin e parkut, në të cilën do të vendosen tre fushë. Një është një fushë atje volejbolli apo tenisi që akoma nuk është në funksion, por në bashkëpunim me të dy bashkitë është planifikuar një fushë tenisi dhe një fushë volejbolli. Në falë, zonja ka adresë, ne këtë gjë kemi diskutuar të mbledhjet të bashkia që kemi bërë një parë. Edhe këtu, edhe për këtë për shembull me mojë iniciativë më të shpejtë, nuk është ide. Prandaj po, vitën e enjte, vit një grup nga Turqia, unë do marrim pjesë edhe një vjetori i klubit, të cilët janë në iniciativë jo vetëm do të që mund të forma, por edhe për zonin e qytetit, që vjen me E kuptoj.
Ti pa ti që? Jemi shtetësire për Qojnë futbol, që të qërë në? Edhe gazat nuk të qërë futbol, I gjerë një kërë dërzina. gazat luajnë volejbol, basketbol. Bjerë të dërzin të lu. Ne kemi vini tjetër, kemi parashikim bashkë për një balans sport. Që dhe jetë diku një me parë, si që kemi parashikim me bashkëfinancim. Shpresojmë ta. Okej, je shumë okej vetëm me futbollit, po patjetër duhet të gjithë. Po ke para ku modeli fushë një. Ajo të marrë balans sport do të ndërë shumë. Duke i dëgjuar edhe për vendimin përpara për kopshtet dhe çerdhet, edhe kolegja